Së bashku kemi nisur emisionin Rruga drejt Allahut. I munduar këtë emision të qartësojmë rrugën dhe kemi thënë se kjo rrugë është rruga drejt suksesit, rruga drejt xhenetit. Të nderuar vëllezër dhe motra, thamë se në rrugë do të kemi vështirësi, por në hijen e Kuranit dhe Sunetit çdo vështirësi lehtësohet dhe bëhet e lehtë. Kemi folur në emisionet e kaluara për ignorancën dhe manifestimet që sjell kjo ignorancë në jetën tonë. Folëm për mosherzitetin në kuptimin e fesë dhe në jetën tonë të përditshme. Gjithashtu sot do trajtojmë një tjetër temë të rëndësishme, ajo është kaosi në jetën e muslimanëve. Si gjithmonë, në shoqërinë e hoxhës tonë të nderuar Enis Rama do të vazhdojmë të sqarojmë edhe këtë temë të sotshme. Hoxh, më lejo të uroj mirëseardhjen dhe në emër të teleshikuesve do të uroj edhe të them Allahu të shpërbleft dhe nderoft që na ke qartësuar çdo herë rrugën tonë drejt Allahu xhaleshano. Mirë, Allahu të shpërbleft edhe ty. Amin gjithë. Hoxh, kemi folur dhe kemi nisur të trajtojmë në 2 emisionet e fundit problemet që sjell mbartja e shumë prej cilësive të ignorancës në Islam mbasi mi futur në Islam. Dhe nga shprehet ato që na kanë lënë ngel në mendje, domethënë ka qenë që Islami nuk është alternativë, por zgjidhje, është origjinalitet. Kemi një shprehje tjetër që i përngjason kësaj, sa është Islami bazë apo ajo është më thënë zëvendësim. Do të nisem me këtë shprehje për të vazhduar pas kësaj pjesa që është titulli i temës kaosi në jetën tonë. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë dhe lutim Allahun e Madhnuar që na bëjë nga robërit e Tij falëndërues, sikur që lutim që paqja dhe bekimet e Tij të jenë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në qoftë se muslimanët e kuptojnë drejt këtë rregull që e kemi përmendur, padyshim se ky rregull me lejen e Allahut Azza wa Jall do të ndryshojë pozitivisht shumë kuptimet tona, shumë veprimet tona, shumë qëndrimet tona kështu me radhë. Nuk duhet asnjëherë ta kuptojmë apo ta ndiejmë se Islami është një stacion prej stacioneve të jetës tonë që sikur që jemi bartur në stacionet e kaluara, ja edhe kësaj radhe erdhi radhë të bëjmë një ndryshim dekori në jetën tonë dhe do të thotë sikur që dikush për shembull ndryshon orënditën e shtëpisë. Apo kemi një shtrat me shtrat. Po, kjo është shumë më i bukur, shumë më luksos i pari, po emruesi është i përbashkët, shtrat me shtrat. Nëse kështu bëjmë, atëherë do të thotë sa herë nuk na bën rahat pak shtrat i ri, me automatizëm mendojmë ta ndrojmë. Andaj mendoj se nuk duhet muslimani që sa ndoshta nganjëherë nuk ndihet komod për shkak të disa rregullave, nuk është pak ende i rregulluar, me automatikisht mendon se për ndryshime të tjera ato. Qase kështu nuk përfiton nga Islami fare ato. Andaj mendoj se e vetmja gjë që me lejen e Allah xhallahu i ndihmon që ti kput gjitha këto çytje, vezvese, hamendje është ta kupton se Islami është origjinal, është bazë e jetës së njeriu, nuk është zëvendësim. Të gjitha ato që ke kaluar nëpër to kanë qenë rrugica, mua ashtu sikur i ka emërtuar Allah xhallahu ala. Wala tattabi'u subul. Mos ndjekni rrugica. Apo, nëse rrugës e ti ka thonë wa anna hadha sirati mustaqiman. Shikoj rrugën e tij ka quajtur sirat. Sikur ne themi, kjo është autobani, kjo rruga kryesore, ndërsa rrugicat të zhvendosin nga rrugat, të lodhen, çon në drejtime të panjohura. Ande kështu rrugë të jetës tjera që do të thotë nuk janë të koordinuara dhe nuk derdhen në rrugën e Islamit. Prandaj ta kuptojmë se Islami është bazë, është ta kuptojmë se nuk mundemi ndryshe pas kështu. Se kjo është bërë për neve. Dhe çdo mos përshtatje momentale duhet me automatizëm të akuzojmë veten tonë. Jo atë. Gjasë ai është bërë për neve, por si duket ne jemi bërë të papërshtatshëm për Islamin. E jo që Islam mund të jetë disa raste Allah na ruaj i papërshtatshëm për neve. Jo ne jemi të papërshtatshëm për ta. Nga se ne jemi me kuptime të çuditshme. Apo nga se ndoshta ndodh jemi futur në Islam me kushte. Unë dua të futem këtu, po kështu nuk bën. Nuk bën kështu. Për shembull, nëse dëshiron të edhe një në përditshëm vëllai nderuar. Posa të shkosh te mjeku. Të kontrollosh. Çfarë thot ai? Pyetja e parë. Çfarë bën ke përdor? Automatizëm. Çfarë bën ke përdor? Ti tregon kët, ai çfarë thot? Kto praktikisht. Kto do të më marrë? Dhe kur dalsh nga ai thot, dëgjoj, nëse i përzin këto me këto nuk kanë efikasitet.
I përmbash diagnozës time, i përmbash përshkrimit tim të ilaçeve, me lejen e Allahut bëhet shërosh. Për ndryshe nuk garantoj. E njëri me automatik nuk hamendet, edhe pse ka bleshtrajt, edhe pse ka vrim të ndikim, i paketon, i fut qesë dhe i hut. Kështu dëshirojmë ne atë. Të gjitha ato ansorët kanë qenë eksperimente që të kanë dëmtuar. Keratash në ilaçin e mjekut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha huwa at-tabib. Allahu është mjeku. Kështu e cilëson pejgamberi sallallahu. Allahu është mjeku i gjitha smundjeve tona. Andaj kur na vjen receta nga mjeku i mjekëve, mjekët e tjerë bien nga opsioni. Çfarë do të qofshin kualifikimet e tyre, apo nga se tashmë po flet ai që i ka mësuar të gjitha. Dhe gjitha ato i merri paketën muslimani, ilaçe. Çka ke përdorur musliman para se me fillu me u fal për disponim, kam përdorur kët potenciese, gjuje. Hodhe. Nga se tash ka ardhur ilaçi origjinal është tash. I origjinal është. Tash do të vresh ndikimin e këtyre ilaçeve. Ne duhet të kuptoj se kthimi në Islam është kthim në origjinë, në bazë. Ti në esencë nuk është dashur, ti është ndryshe në esencë. Nga se ti je i lindur për këtë Islam. Së është kompatibil. Çdo bredhje anësore apo shpërngulje, zhvendosje është eksperiment që në asnjë nga këto eksperiment nuk bësh rahat. Tash era në origjinë ka nga një pak ngushton se je zgjunuar ndoshta pak më tepër për shkak se hapat e tjera kanë zgjunuar pak ose je ngushtuar diku tash ndoshta mund të bien shumë e gjerë. Adapto. Me kalimin e kohës çdo sa bien në vendin e tij. Por ky është kallapi i nevojshëm për ty. Po, që të them kjo do të jetë kështu, dhe në rrugën tonë them do të kemi vështirësi. Prej vështirësive nëse nuk ndodh kështu. Nëse nuk e shohim vërtet Islamin bazë, nuk e shohim Islamin, po e shohim si zvendësim të shtat pak më përpara. Ç'ndodh? Sikur që e paralemrova. Ne nuk zhvendosemi tashmë nga Islami, se mbeti musliman. Ndodh njerëz të zbrapsën, të devijojnë. Këto janë raste të tjera, nuk është tema jonë. Por nëse njeriu mbetet në Islam, në kuptimin e praktikës, falet tashmë agjiran, largohet nga haramet e mëdha, sikur është alkooli, droga, zinaja, nuk vjedh, është cilësohet si një musliman praktikant. Mirë po, nuk e kultivon këtë kuptim në vetën e tij. Nuk e ushqen zemrën me këtë kuptim. Po. Apo atëherë ai duhet të bën diçka. Diçka duhet të bën. Dhe tër ajo që veprimtari që ai e bën, tër ai angazhim që e bën, nuk do të jetë në llogaritë të rregullimit dhe sistemimit të tij brenda këtij kallapi, pse nuk e ka kuptuar sikur të tham. Por tër ai angazhim dhe tër ai veprimtari fatkeqësisht do të prodhoj më tepër kaos tek ai se sa që do të prodhoj rregull, qetësi dhe sistem. Për këtë arsye ne shohim njerëz për shembull që janë futur në Islam, por ende për shembull nuk kanë filluar të shijojnë disa shije të caktuara që është dorë ditë të shijojnë. Ditë është dorë. Po, për disa gjëra ka ku. Shkon ai më tu. Por për shembull, që sa namazi ke fal deri më tani, valla falem që 3 vjet. Për 3 vjet, nëse e zbërthej në namazë, bie që i ke fal 5 namazë në ditje, do më 300 ditë, 1500 namazë. Po me 300 ditë, 5 vite, kushtimisht, valla i ka fal 5000 namazë. Si 5000 namazë i ke fal, apo dhe ende nuk është ndërruar namazi në burim qetësimit, problem. Atëherë ndodhet me këtë lloj kaosi. Atëherë është kaosi. Atëherë don kaos bëhet se kurse më sigurt do të flasim për kaosin, atëherë kaosi çka nuk kupton kaosi? Kaosi nuk kupton, do të thotë kur gjërat mund të jenë aty, po për shkak se nuk janë vend vet, s'ndodh një trafik, themi që rruga ndodh në trafik, bëhet kaos, më thon dikush futet kështu dhe robi huto dhe nuk di tani të gjej dhe rrugën e tij dhe drejtimin se ku do të përfundoj. Se rruga ekziston. Kaosin trafik nuk shkaktohet për shkak se rruga është e ngushtë. Jo rruga është e gjerë, zën gjithë. Po për shkak se nuk respektojnë shenjat, secili do të futet thotë unë jam i parë. Atëherë mirë, do doja të flisim shumë ato shprehje dhe fjalor të kaosit të muslimani, në jetën e tij si musliman. Ky kaos tash manifestohet në aspekte ndryshme, manifestohet në do të thotë forma të ndryshme në jetën e një muslimani, qoftë në fjalët e tij, qoftë në veprat e tij.
Njeriu posa të futet në Islam duhet të kuptoj se je fut në ku ka rregull, ka qetësi, apo është një rregullim i posaçëm që ti nuk je mësuar më herët të ecësh një kopë të kësaj natyre. Si për shembull, njerëzit kur herën e parë futen në xhami. Ai ndoshta është njëri që ka shëtitur shumë, është futur në qendër e njëra tregtare. Ai din si të futen në këtë qendër, si në këtë ashensor, e këtu i din. Por si xhamia nuk është kështu. Tash nuk din a duhet ulet, a duhet pret, apo a duhet rregull të fut, nëse dikush e ka vendin përpara, nuk guxet ulen përpara, nuk din. Apo dhe ky e vren si njëri në fillim hamendet, mendon tash se gjithë po e shikojnë, ja që unë s'po di më ul, për çfarë arsye? Nga se është fut me një mjedis që kur nuk është futte. Apo prandaj këtij çka i duhet? Ti mëson rregullat e sjelljes kur të futet, që mos bën kaos. Apo qase ka mos njeriu thot, valla mu pëlqej ai vjen atje ku ka i bukur që ka më rregulluar, ndosë ai vjen imamit. Po sa tulzem jo largosa, ka mos shka këto të kaos, po ose largohet nga i vend, do thot mirë këtu ulet të veni me zinit. A problem këtu. Apo ne nuk dëshmojmë që dikush të na ngritet, na ulu këtu, çau këtu gabim apo. Apo ka se ky Islam ka rregulla. Në qoftë se ne futemi këtë Islam, duke thënë se unë ku të kam përshtatshëm ulem, i themi kjo është shenja e parë e kaosit të ndave. Apo se ti do të shkaktosh kaos edhe në mes, po edhe vetën tënde. Se kaosi nganjëherë është edhe një ndjenjë e një pasigurie, një ndjenjë e një paqartësie. Pse më vëlla nuk bën këtë? Po pse nuk apo nuk e ka qartë pse nuk bën multe vani imamit. Ende të thonë nuk e kanë të qartë pse hoqë sa pyesin. Pse hoqë ditë në xhumë nuk bën me ndërpej imamin, ndal se kam një pyetje. Apo nga se ky ka për nivelin kaosit, nuk është mësuar me rregull këto, disiplinë. Andaj të shumta janë ato shprehje që manifestojnë kaosin e një muslimani apo veprime. Një nga ato është për shembull mua valla më mërmendja, kjo është e zgjashme. Më mërmendja po që më fal, a ke pyet dikon se a është koha për mendimin tën apo këtu njëherë jemi në fazën e anulimit të mendimeve. Këtu s'ka mendim. Më mërmendja mua valla kështu hapse. A ka ndodhur në ata ashab të pejgamberit son për shembull, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që thotë Allahu ka thënë kështu, më zbriti Zoti sot këtë sura apo. A të mbledh sabi, ja Rasulullah, mirë është kjo, po më mërmendja mua që a ke ndëgjuar ndonjë kështu? Asnjëherë s'ka. Tek ne ndëgjojmë. Ne i themi një muslimani, kjo lloj veprimtarie tek ti është haram. Po e diunë po, më mërmendja që në vendin ton, Allah. Më mërmendja është shprehje e kaosit tënd që se ke rregulluar ende veten këtë kop ti po na bozhurum. Apo tash mund dënohesh nga ministria për çështje publike nga se po prish qetësinë publike. Apo nga se ne jemi rahat në këtë qetësi. Vin zëra, trishtues, të mërshëm, më mërmendja, unë kështu mendoj. Çfarë po ndodh? Është bërë dukuria e seksuar. Fatkeqësisht, mes nesh është bërë dukuria seksuar. Unë mendoj kështu, do të jetë kështu. Ndoshta se ke lexuar hoxh mirë këtë pjesë, sepse nuk e di situatën se ndodhet kjo kështu. Pas silip mendimin e vet, edhe sidomos ndonjëherë thotë që jemi dhe i lirë në lirinë e shprehjes, të shpreh dhe mendimin nga kjo pjesë. Po. Kjo është pikërisht apo të kuptuarit e njeriu se është i lirë është një sinjal i rrezikshëm për një kaos që mbretën tek ai. Dikush thotë, po si tash unë nuk po flas i lirë te në shtëpinë tënde, nuk po flas unë i lirë te për shembull ku e diun në lëvizjen tënde, lëviz, po flas në kopshtin e Islamit. Kur të futesh në kopshtin e Islamit, nder aty, vëllai nderuar, apo nder, po sa të futesh të thonë mirë se erdhe Rabb. Nuk thon mirë se erdhe kryetar. As nuk thon mirë se erdhe zotni kryeministër, as zotni filan i mëshëm, profesor, tregtar, ja, mirë se erdhe Rabb i Allahut. Kështu thotë. Edhe në xhenet kështu thotë. Apo Allahu xhalla wala përmend ibadullah, rabt e Allahut. Një Rabb. E tash robi duhet të kërkon sa liri i ka dhënë Zotnia i tij. Jo të futet paraprakisht me kuptim të lirisë vetanak, un kam kaq liri. Jo. Robi në esencë është i zhveshur apo në esencë nga çdo liri.
ndërsa shfrytëzon nga kjo liri për aq sa jep zotëriu i tij. Unë duk si muslimani vëllai dashur, që të futet në islam si rob, pikërisht si rob, nuk guxoj të lëvizit, të flas, të bëj derisa të japshej Zoti. Në këtë mejdan, këtu në këtë fush, janë disa parë që të caktuara, kështu kushtimisht në këtë kopshtë të madh, e këtu lejohet, përderisa këtu të lejohet që thuash mendimin jam, unë mendoj, s'prish punë këtu. Kur përfundon kjo bartë ashtu, e këtu fal të s'ka mendim jam. Këtu dikush tjetër flet apo. E kështu me radhë. Mos kuptimi i këtyre pozicioneve dhe përzierja mes kolltuçeve apo në cilat kolltuçe kur të ulesh mendimit vlen dhe ku nuk vlen, ka sill këtë kas. Kjo është një manifestim, ka të shumta të kësaj natyre. Mirë, po ky është një manifestim thashë, do thotë unë di, unë mendoj, më mërmendja, gjithmonë ja kam bërë kështu dhe ka ndez, ka pasur sukses. Themi këtu na duan shumë, por jo çdo ku. Kur të vjen ku atë lajmërim vëllai nderuar. Kur na duhet mendimi, kur na duhet, po për momentin këtu është një rregullore e caktuar që e ka sill këtë disiplinë në Islam. Që të gjithë rob të Allahut Azza wa Jall, por të gjithë të nështruar një sistemi, një rregull, një Zoti. Atëherë thamë hoxhë të parë tanë kanë qenë shumë të kujdesur i këtë pjesë. Donim se si e kanë manifestuar vërtet të parë tanë këtë pjesë që janë futur robër dhe e kanë kuptuar mirë të fjalën, më thënë. Të shumta raste të Allah, janë të shumta përditshmëria atyre ka qenë konfirmim i vazhdueshëm i kësaj robërie. Në çdo aspekt, qoftë në zbatimin e urdhit, qoftë në largimin e ndalesave, në çfarë aspekti kanë dëshmuar se janë robër të Allahut Azza wa Jall. Ata po kanë pasur të kaluarën e tyre një jetë me të vërtetë të pasur me ngjarje, të pasur me përvoja. Por megjithatë asnjë përvojë nga ajo e kaluar nuk e kanë përdorur pa legjitimuar. Kjo është e rëndësishme. Ne nuk dëshirojmë që njeriu që ka qenë deri më dje bujar tash bëhet i shtrënguar, sikur se kemi thënë, ndoshta nuk dia bën me dhon. Jo, ti çdo virtyt mirë që ke pas, vetëm legjitimoje dhe përcaktoja kufit. Sa lejohet deri në cilën mos, pastaj është i gusti ha për liri. Mirë po, mos u fut me atë, unë kështu ja bëja, unë kështu veproj, në ato thash, ti mos të keq kuptohemi, në ato shtigje që Zoti nuk na ka dhënë liri që ne të derdhim mendimet tona. Të flasim për përvojat tona. Këse përndryshe ne bëhemi partner të Zotit në këtë fe. Vetëm partneri sillet kështu. Se njerëzit nganjëherë fatkeqësisht si musliman sillen përballë rregullave fetare sikur të ishin partner me Zotin. Normalisht jo të barabartë, ai ka 70% të aksioneve, por ne kemi 30%. Për kë kush të ka thonë ti? Nuk je partner ti me Zotin xhallahu ala. Ai është Zoti. Ai ka vendosur. Kështot edhe 100% gjitha janë të tij. Ku të lejen ai të lëvizësh dhe të flasësh, po. Por jo si aksionar. Jo pse kjo është e drejtë e jote se ti ke investuar alla këtu. Unë po investoj për Islam se që 10 vjet falem. Ky investimi në namaz nuk është investim në Islam, të s'ke investuar kurrë për Islam. I tëri është ky marrje për Islamit për të përfituar ti. Ti ke marrë për ti, çka i ka dhënë Islami se falesh? Se njerëzit mendojnë se për sa dëdi që falen, ata e fitojnë një vallë stazhi caktuar në Islam, që u jep të drejtë nesër që ata pastaj të ndihen pak më komod, më partner. Kush ka thonë kështu valla? Mund të falësh 100 vjet, edhe nuk guxon me fal. Dikush një javë fillon me fal dhe guxon me fal. Andaj vëllai nderuar, sikur që përmenda, shembull nga të parët tonë nga e kaluara në këtë drejtim, të cilët kanë dëshmuar se janë robër dhe nuk kanë lëvizur, janë të shumë. Në shumë aspekte dhe në forma ndryshme. Atë e lëm shumë të hoç për pjesën e dytë, duke u kthyer përsëri në bisedën tonë. Të nderuar miq, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, duke shpresuar të përfitojmë atë shprehjen që të futemi në Islam si rob, dhe jo si pronar. Nusë Allahun në këtë bërë dobi, kthehemi përsëri mbas pak. Kthehemi përsëri për të vazhduar bisedën tonë që kemi e kaosi në jetën e muslimanëve.
Hoxha duke folur për shembuj nga jeta e parëve tanë, se si ata e kanë luftuar egon e tyre, si njëri është prirë egoja që unë mendoj kështu, unë do të bëj ashtu. Sepse Islami më thënë ka lënë hapësirën, po jo atë hapësirë që është keq kuptuar këne sot si musliman. Unë tash janë të shumë të subhanallahu këto raste që dëshmojnë për forma dhe mënyra të ndryshme që janë manifestuar nga ana e tyre për të dëshmuar kuptimin e drejtë të kësaj që po flasim ne për të. Do të thotë respektimin e rregullës, disiplinës dhe fikjen dhe flakjen e çdo tendence për kaos. Kur flasim për rregullën, para se ta sillë shembullin, dua edhe këtë ta plotësoj. Disa njerëz kuptojnë se ja hoxha flet për kategorinë e tij. Do të thotë hoxha ka për qëllim në mënyrë të heshtur apo ta krijon një hierarki udhëhece ku hoxhallarët do të thotë flasin dhe të gjithë të tjerët ndëgjojnë pavarësisht aftësive dhe kualiteteve të tyre. Jo vallahi nuk ka kështu ata. Nëse dikush këtu më ka kuptuar, keq më ka kuptuar. Se hoxha dëshon hoxhën me imponu, jo hoxhën, jo mu, por dijen që e bart hoxha. Të ka dallim madh. Andaj nëse kemi njëri, për shembull, që është i shkolluar, apo është i aftë, të në tjetër, ka dije për fe, për aq sa ka dije, i hapet hapësira dhe liria për të folë. Kjo nuk është e përkufizuar në kategori njerëzish të caktuar, por është e kushtëzuar me atë që ka bartin këta njerëz. Por dikush vjen ekspert i kimisë, ndërkombëtarisht i njohur është, apo me çdo respekt, por këtu ku ne po flasim nuk na duhet kimia për momentin. Dhe na fal. Kjo shumë është e rëndësishme. Por ai mendon se përse tërë bota ndëgjon kimi, tash duhet edhe hoxha më ndëgjon në fetva çfarë ai thot. Gabim o kjo se kjo kaos, që unë ty të kimis në dëgjoj ty këtu. Po, ti kimis, ja ke shtu kimis pastaj ose fizikës ose biologjisë ose mjekut, çfarë do qoftë. Ja ke shtu dijen e shariatit. Një shkolluar, ke mësu para dietare, para librave, ki dije për gjëra caktuar, të lejohet për aq sa ke. Por jo që ta imponosh atë tjetrën që nuk është as tema jon këtu. Nuk është tema jon këtu vëllai. Prandaj disa njerëz mendojnë për shkakun se valla na ndëgjojmë kështu kanë. Hoxhallarët nuk konsultojnë intelektual kur. Po, duhet të konsultojnë intelektual, nuk duhet të ketë konflikt mes hoxhallarëve dhe elitës intelektuale. Kur do të bashkëpunojnë. Hoxha për të marrë një vendim fetar, lidhe me një çështje caktuar ekonomike, duhet nga një të konsultojë ekspert ekonomik. Jo për t'i konsultuar a bën as bën. Këtu njerëzit e keq kuptojnë këtë. Ti konsultojmë se si vepron kjo. Ti tregon mua si një transakcion i caktuar bankar nuk e kuptoj si funksionon. Ti ma tregolla, ti je ekspert. Dhe unë të kimi fetar. Pastaj unë çfarë bëj? Tjetër çka është? Pra disa njerëz për shembull kanë na kanë duhet të jemi në për të bime kështu më radh ku e di çfarë dhe kjo me çdo respekt, unë po flas për valla nuk kam përshtim këtë ose atë, po flas për problem që duhet ta largojmë. Se kjo po na bën kaos. Në kaosim duke jetu. Njerëzit nuk po dinë kur më dëgju, a ban valla s'bana, ky kaos është bërë kjo. Tu bëm caktu. Njëri vet. Njëri që është i smut nga diabeti, lirohet nga gjerimi? Mjeku thotë, si nuk lirohet? Nga dalë vor. Ti asëron hoxhës apo se lloji diabeti që ky e ka, hoxha nuk e din. Ka ndërsa hoxha nuk kupton as çka është diabeti. A është kokëdhimbje, vëzhdhimbje, çka është apo? Ka mundsi? Sa është term profesional. Atëri çfarë? Diabeti hoxh është kjo. Kjo dhëm. Nëse njeriu agjeron kaq orë i shkakton këto pasoja. Apo dhe mund të ketë këtë. Apo atëri hoxha e merr këtë dhe e bart tek ajo tek laboratori i tij fetar. Atje fut këtë dhe thot mbas përshimit të mjekut. Unë e bëna ekspertizën e caktuar në laboratorin tim dhe duhet se nuk bën agjeru. Shumë bukur. Shumë rregull. Mirë po të thot për shembull dikush që mjeku do të merr këtu vendim, nuk po nëse ai ka dijen e mjaftuar me fetare, po. Kjo thash, po kjo po të mjaftohet me dijen që e ka dhe të jap kësaj lirie. Nuk bën. Sot mjek marrin guxim thotë duhet më abortu. S'bën kështu më ndodh. Si merr një mjek vendim për mbytjen e një fëmijës abortit pa konsultuar hoxhën. Nëse po flas është fetar. Ai duhet me thirr hoxhën.
Të bëhet një komision. Ky a përshek si bëhet rregulli? Dhe a përshek si është kaosi? Rregulli thotë kështu. Bëhen 3 mjek eksperta. Apo e shqyrtojnë rastin e caktuar të një gruaje shtatzane. Dhe bëjnë një raport të bukur të mrekullueshëm apo për gjendjen e saj. Mbrana asaj që ata dinë. Pasi që ata të dakordohen apo rreth gjendjes së kësaj gruaje, dakordohen se këto janë ndikimet, këto janë reflektimet, kjo është rreziku, edhe e thirrën në hoxhin. Pse jo edhe 2 hoxhallar? Një komision hoxhallar përballë një komisioni mjekësh. Kësë kjo punë, thotë dikush komision, po fëmijë po mbysim vëlla. Për këtë duhet më mbledh qyteti me marr vendim. Jo në ordinanca caktuara merr vendim, hekja merr fund, varrose. Kjo të merresh kjo. Të merresh çka po ndodh në ordinancat e tona sot nga abortimet e shumta, fatkeqësisht. Bëhet një komision, prezantohet. Kjo gjendje e kësaj motre, kësaj gruaje, kësaj nëne është kështu. Ajo që kemi arrit ne ta bëjmë është kjo. Ordonani zotëri vazhdoni bëni punën e juaj. Dhe mirë vendimi apo. Në konsultim me raportin mjekësor që është i përbër nga komisioni i caktuar, mjek specialista dhe vendimi i hoxhallarëve, ky mirë vendim se nuk lejohet të vazhdohet shtatzania e kësaj gruaje për këtë arsye dhe përgjegjësinë e kësaj pune na e marrim. Ky rregull ka pas kësaj kush mund dyshon në saksinë e këtij veprimi? Askush. Filan banka caktuar ka hap një bransh për këtë çështje caktuar dhe ka bë ofertë, apo ekonomistët muslimanë që vinë saf më fal, e kanë për obligim para se të përzihen punë të hoxhallarëve, t'u tregojnë se a bën as bën, a është domosdoshme, e nevojshme, dobishme këtu më radh, nuk na duhet kjo filozofi. Na duhet që të bëjnë studime të qarta. Realisht çka është kjo? Kanjer ndodh me shutëmie ku thotë kjo është për shembull hoq, ndodh thotë hipofiza, valla nuk di çka është hipofiza. A nuk di çka është filan, nuk di unë këtë. Nga se do mund ta përdor ty një shprehje për shembull apo ton i tirabat e tëm të smerrë çka është. Nuk duhet të luftoj me terme profesionale. Ti ma sëron, kjo është shqip çështë. Një studim. Na ende nuk kemi për shembull për sa e di unë. Sa di mund të kem gabim. Po nuk kemi një studim të ekonomistëve të këni që janë musliman. Një studim për ndonjë dukuri të caktuar ekonomike në shoqëri që i mundson hoxhallarëve të japin përgjigje. Ku janë? Me 10 lloje të kamatave që sot prezantohen tek njerëz me emra të ndryshëm, apo ton, njerëz nuk e kuptojnë. Plot njerëz bëton vallahi hoç s'ka kamat. 0% ka thonë. Sa i se kupton, ai ka kuptuar kamatën shumë klasike të ngushtë. Duhet del ekspert ekonomik thotë, jo vëllai nderuam, mos e ngushtot i hoqën ata. Unë tregoj ti se nuk ka bankë që funksionon pa kamat. Kjo rregull. Ata pastaj këtë e ambalazhojnë në forma ndryshme. Ja edhe këtu tregoj se ku është kamata. E fshehur që të si të e kuptu. Dhe ti e paguesi i saj, edhe nuk e din. Ja sëran. Aja sëran pëzun e këti. Hoxha thot, apo është? Rregulla fetare thonë se në qoftë se këtu është kamata, edhe mëse nuk është për tjetër për drejt, por për këti ku e diune, haram është. Këse bashkëpunimi dëshirojmë. Edhe nga ana xhallarë. Disa xhallarë nga njerë për shembull ndodh që për të folur për madhësinë e Allahut në krim. Flasin për embrionin, flasin për atë, nga njerë pështillën nuk din çka po thonë. Vëllai ngadal. Ose merr një mjek nga vetë. Po, dhe thu mjekut, "M'fal. Tregon aty për shembull për këto 2 kanale këto që Allah i ka bërë, njëri për ushqim, tjetri për fimare, si funksionojnë këto?" Ai shpjegon, thot, "Allahu është shpëlbet. Shikoni vëllazër, a nuk duhet ky Allah pastaj tek e fundit ose merre vetë mbajen më mirë të studiuar dhe për cilë vëllaptan. Po jo të fosh në kasë në xhami aty, të flasë për të punë mjeku të ul kokën, o zot ku fut hoxha nuk kupton. Ndodh kjo. Andaj edhe hoxha për dhën kasë. Andaj ndi të shumë që çdo kush ta respekton vendin e tij. Dhe kur duhet të flitet për diç, të kije detyrie mjaftuar për atë. Por jo si hoxh, si mos po folëm për medicinë, kur unë e di për shembull Kur'anin për më është di apo. Po pse ngatron këtë burr me vetë? Pse ngatron? Kur'ani për më është na duhet kur të përcaktojmë kush më na fal namazin. E atëherë ti vjen shprehje. Shumë po rregull më i mrekullueshëm nuk ka burr.
Muhamedi sa nuk ka thonë, ja ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Njerëz u del imam, ai që është më i dishëm me librin e Allahut. Pastaj me kund barabart, shikoj ditë se namaz ka shku. Apo kjo nuk ndodh. Domosdoshmë dikush duhet të jetë më i avancuar se tjetri, por megjithatë rregull është. Ai që din më së miri sunetin e pejgamberit. Pastaj ky, rregulla 4-5 kritere për të vendosur 10 minuta kush do të na udhëheq. Namaz. Asgjë tjetër. Nëse ne nuk kemi kritere të caktuara si ta rregullojmë udhëheqjen tonë për vite e tëra në punë të caktuar. Këtu futet kaosi. Dhe kjo është kaos që sot po vujmë. Përte. Musliman bën partneritet për një biznes, shumë kushte i lën anash, pa jemi vëlla marrën me përmend këtë vëlla. Po jo më burr lëse marrësh, më pastaj ku të bëjmë hori dunjas pastaj aftë. Se jemi përlapa për një punë thjesht. Kjo është marrë. Nuk është marrë që unë kur ti besoj ty parat. Kemi një projekt caktuar, ti mbaj këtë 10.000 euro. Dhe pastaj mas një muaj them kush raporti. Po të shonin mua, kjo është kaos. Rregulli është më falni që jeni detyruar të ma kërkoni. Më falni. Është dashur unë t'ju tregoj. E ky është rregulli islam. Prandaj këtu çështje tregtia ose për shembull hoxha shkon atje thotë, "Çe. Nuk më la këtë për 20 euro, muti si hoxh. Hoxhi të fut kaos. Tregtia është diçka tjetër. Njëri ka hapën e vet, e ka çmimin e vet." Andaj Jabir radiallahu ta'ala anhu ka qenë udhëtim. Dhe pejgamberi më sa për këtë kokën Jabir i vonuar shumë. Dirë së dikur e ka prita, Jabir qa puna jote? Tha ja Rasulullah, devja ime është vrarë, është plagos, ku e di qëfar, dhe qalan, nuk ka mundë si me ecë. Muhammed e me vendosi dorën, lutë Allah në shëru devja. Shiko tash, qëfar bëri Muhammed e ja shërej devët me lejnë Allah Gjellewala. Tha, ma shet devën e Jabir. Tha, po të shet, filluar me negoqiu për smim. Me kanë, me Muhammed s.a.s. Nga se kjo tregti, rregullin mbetet rregull. Pastaj ti ama fal mu pse jam pejgamber nga dëshira jote. Kjo është çështë tjetër. Po nuk guxoj unë ta ndi veten se çfarë respekti kjo për hoxhën, ma shet për shembull bukën. Po ta shet Allah se rregulli është me shit. Ku asgjë më tepër. Rregull është rregull. Pastaj Jabir tha, ka që kam hesapin, pejgamberi tha mirë, tha Jabir tash se Rasulullah me kusht që ta përdori shtëpinë e saj në Medinë. Jo këtë të hapë, se pastaj unë kam çresi. Ta dhon Medinë. Në rregull tha, shfrytëzoj deri në Medinë. Po kjo është dashuria e sinqertë. Kjo është dashuria e sinqertë. Pse Allahu xhallahu ka vendosur rregull? Po vallahi ky Islam është veç rregulla. Për të luftuar kaosin, ne kemi prish këtë Islam. Po imazhin e tij, se Islami s'u prishëm. Se ka vëllai nderuar. Allahu xhallahu thot rregulla ku shkon me virtuti kanë. Trokat, një herë tash se kanë dëgju. Edhe një herë ka mundësi tash aty duket. Se nëse ndëgjon fare, herë ka mundësi duket. Herë atë nuk dal fa idha qila lakum. Shiko, ju nuk e hapaj derën, se po nuk e hapaj derën ti detyrimisht do të largohesh. Po ai e hap derën, është në shtëpi, o vëllai nderuam. Do thotë në fal burr. Nuk ka mundësi sot, lutem ktheu. Idha qila lakum irji'u, kur thotë kthehuni. Fargjiu. Kthehuni. Si more zot të bëjmë, unë kam dhënë nga koha ime ta vizitoj. Ai s'm pranon. Dhe çfarë? Allahu thot, "Dhalika azka lakum." Kjo është më e pastër për raportin juaj. Pse? Se po më pranoj nga dhuna, apo mezi preç të ngritem. Kjo nuk ka respekt. Kjo nuk ka dashuri. Apo posa të largohet, shoqër që shkoj çfarë njëri vëlla vjen pa lajmëru, ha? Kjo fut në bërgojim pastaj. E më paragjikim, e mendim të keq. Dhe Allah thot, më rahat e keni transparencën. Po, transparencën. Edhe muslimani kthehet, po edhe ky që thot kthehu, e din vlerën e madhe të respektimit të mysafirit dhe nuk i thot pas për një rast tepër emergjent dhe ngarkesë të madhe në kohë që ka, nuk ka mundësi. Po dikush është zënë këto, zoti ka thënë thuaj ktheu dhe çdo herë thotë ktheu. Ja, s'ka kështu sistemi. Ja, nuk bën kështu. Ne ka rregulla këtu. Ka rregulla si e rregullojnë raportin mes neve. Edhe këtu dikush vjen thotë, "Çu 3 herë, do të më sa ka 6 herë atje." Nëse s'mani njëri. Allah kush jeti me kazu sa i duhet diku të meni. 3 herë Allah ka thënë. Rregulla 3 herë. El-istidhan 3. Kërkimi i lesë 3 herë. Abu Musa al-Ash'ari shkoi tek Omeri radhiyallahu ta'ala. Trokiti 3 herë. Sa që lidhër nuk thuj.
Omeri ishte i zënë, dhe u vesh, kështë në punë shtëpi ti, i zënë në banjë, dhe sa u reguluan dull, mu se kështë e marru. Omeri vra po i tha, ku je nisë, Allah? Tha, në tërkita 3 herë, nuk dole eca. Tha, po të tërkit, Omeri nuk din të hadithin. Nuk din të hadithin. I tha Omeri, po ti a mund me konjeri zënë? E kishte dertë Omeri pëse të thirë për Safirin, o vëlla du të tjishte une. Nga gjelozia pëse u largu ishte, shika këtë bëjari. Tha, o vëlla ndërum, e kam dëgju pejgamberin sallallahu se ka thënë, kështu, për kërkim leje. 3 herë, nuk del, largohu. Po so për në hadithi, qëfar tha Omeri? Se din të Omeri se kjo hadith është tash për regull. Dëshira ime, apo këtë kuptimin, nuk bën tash të vijen shprej nga se bëjnë kaos. Por çfarë i kurzoi Ebu Musës? Tha shiko, unë se kam dëgju këtë hadith. Shko ta ashab të pejgamberit ma sjell edhe një dëshmitar se mos valla ke keq kuptu. Se tash po vendosëm në rregull. Për rregull dëshmitar më të sigurt se është kështu. Dhe do të mbetet rregull për gjithmonë. Andaj thua them që të shumta në ato. Rasti që kanë ndodhur. Të shumta, mirë po thash, të gjitha këto japin të kuptojnë se ky Islam imponon rregull, imponon disiplinë. Ne e prishim në qoftë se e sjellim trashëgimin e së kaluarës kaotike brenda këtij Islami, duke u dëshmuar si ekspertët lëmive ndryshme, e me përvoja, e me zgjuarsi, e shkatësi, e kështu me radhë, atje ku nuk duhet kjo, atje ku nuk kërkohet kjo. Nga se po të ishte ku kërkohet, do të lulëzonte wallahi puna jon shumë më ndryshe se sa që e kemi sot gjendjen. Patjetërisht. Duke thyer të rregull të Islamit, si të kaos të përgjithshëm në jetën e përgjithshme, qofsh fetare, sociale, kulturore, kudo që të sjellim kaos të vërtet. Po. Dhe ky kaos i vërtet vjen hoxha më thënë nga kaosi personal i secilit në shoqëri. Dhe mendoj që është një shprehje për të qartësuar të parat, si përmend në rastin e Omerit radhiyallahu anhu, e dëgjoi, u sigurua dhe u bind me njëherë për të zbatuar. Është shpreha dëgjuam dhe u bindëm. Ndërsa sot kemi dëgjuam dhe diskutojmë, pastaj vendosim çfarë do të bëjmë. Përkullush. Ë? Ashtu është. Do të thënë qartësimi që atëherë kthehemi ke problemi personal atëherë hoxh. Secili prej nesh Se na përpara kështu kemi bë. Përpara kemi bërë kështu. Për shembull, dikush ta ka bërë një ofertë, ka thënë, do shikojmë. Ti kështu mësu me jetu. Do të mbartur nga ignoranca, Po, në të. Ky është mentaliteti i skaluarës. Duhet më marr fund. Kur vjen unë edhe pejgamberit, nuk i çka më shiku më. Ka marr fund kjo punë. Po ne hoj gjithmonë kam shiku, po të gjithmonë ke shiku, tash s'bën më shiku. Se tash je rob. Shumë është e thjeshtë valla. Po ne gjithmonë kam zanat, është po të zanatin tani lim dikon tjetër. Ktu s'na vin zanatit. Shumë është e qartë. Edhe po ta vëri re, do të më i qet. Allah pse. A kemë atë qartë ky Kurani kujt është Allah? Kush e ka zbritur këtë Kur'an? Kush e ka folë këtë Kur'an? Zoti i gjithësisë Allah. Zoti i gjithësisë. Ai që din çdo gjë, mban ndor çdo gjë e kështu me radhë të shumta që janë emrat dhe cilësitë e tij. Pa nuk është top të themi Zoti i gjithësisë, pret pak se kemi diskutuar familje ka qenë lajmëron më vonë. Ishte më nuk është çështje parlamenti. Apo opozitë dhe pozitë. Ja. Zoti ka thënë, po, dietar ka mos pajtime disa ajete ku për shembull mund të jetë edhe kështu se Zoti na ka mundsuar kët për disa urtësi të shumta. Por diku është e qartë, për shembull, vëllezër nderuar delegat, apo kemi para veti ligjin për kamatën, no? Kamatën, është e qartë. Dhe ose si quhet interesi, nuk është interes, ajo dëm është. Por e kanë qenë interes për të josh njerëz. Se nuk është interes, nuk ka fajda ajo. Nuk është interes, ajo dëm, ajo shkatërrim. Andaj quhem në kamat, riba, sikur se ka thënë Allahu xhelalu ala. Dhe dëshirojmë që të ndalojmë apo të lejojmë. Kush po voton për? Në Islam kështu? Nuk ka. Ja, në Islam ka sami'na wa ata'na. Dëgjuam ose haram edhe mor fund. Po tash e tregtia me këtë shuj. Hesht asnjë njeri s'ka ardhur tek pejgamberi ja Rasulullah. Ti e bërëm dalam haram alkoolin. Por mund kam met ende tona pa e shit. A bën tash as pastaj e bëj. A kanë ardhur me konsultu? Haram është. Thot Enes ibn Malik u vërshuan rrugët e Medinës nga alkooli. Lumej qarkullojnë nga alkooli. Haram.
Madje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyri në disa depo të alkoolit në Medinë. I thyen te ato të mund që ishte vera në to. Bozat e mëdha. Po. Vazat e mëdha. Të mëdha ato që në to ishte e vendosur vera dhe i godiste me shkopin e tij. I tha ja Rasulullah, a nuk është mundësia që të përfitojmë spakun nga këto? Se to janë haram, e derën në verën, e lajmë, mbushim ujë. Dhe kjo është e mundshme. Por tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, intiqaman li hurumatillah. Apo xhelozia e madhe. Pse këtu ka pas një haram, pse Allah më bën që dhe këtë ta prishi. Kështu s'ka bërë gjithmonë. Dikur na ka, po kjo ka qenë moment i caktuar për të treguar se jo që do të jemi hamendur për verën, po nuk hamendemi as për barcën e verës ta prishim, nga se ka ardhur urdhni i Zotit. E kaq. Allah ata kanë kuptuar shumë seriozisht. Gratë Medine kanë punuar në Arra. E din Arra nuk është tek shtëpia, është më larg. Duke punu ka një thers. O ju gratë e Medinës, Allahu ka bërë obligim mbulesën. Ato s'kan qenë të zhveshra, mbuluara, po këtu flok ju kanë duk disa që kanë pas krah deri këtu, kështu. Dhe kanë apo, hajde inshallah, prej nese pa nuk dalim mua, kanë thonë kështu. Tash jena këtu në Arra, tash çka më bë? A është arsye logjikshme që të shkojnë zbuluara në shtëpi? Arsye është se i ka zënë në Arra, larg shtëpisë, të pa përgatitura. A filozofuan kështu? E tash si më mbulunë, s'jam këtu, jam këtu. Thanë këtu qëndrojmë, nuk lëvizim. I dërguan fëmijët, shkon në berja mbështetjen e caktuar. Shko bërë nënës atë mbulesën që mlam natën, një organin. Dhe kështu me organa e me qarshafa e mbuluan kokën, u futën në shtëpiat e tyre nga Arra deri në shtëpi. Pse? Ka se ka urdhni Allahu të mbuluani. Ndërsa të nesërmen, thot Aisha radhiyallahu anha, i pam gratë e ensarve sikurse korbat e zi, të gjitha të mbuluara. Kjo është shoqëri që është bardhë nga ignoranca, apo dhe nga pavarësia absolute e dëmshme në robrinë e Allahut azza wa jall. I vjen urdhni Allahu xhallahu ala, nuk filozofon, nuk kërkon arsye. Nuk kërkon arsye. Kërkon arsye se si t'ia bën diçka që nëse ka arsye ta lën, jo si mos ta lën. Por sa ti mos më thosh Allah, kjo është e qartë haram, kjo është e qartë obligim e ki. Sikurse edhe i them vazhdimisht ditën përshërtore. Gratë kanë marrë pavarësi, fatkeqësisht tepruar. Pavarësi e tepruar është kjo. Unë të nështë unë sham rabi këtina. Subhanallah. Burri thot, në kaq ora me kon këto. Nëse mu i vi, nëse mu i të në kam... Pej ka kjo. Pej në randës e filmave, serialeve, të kaluarës. Në kur babem s'ka mujt me mprumu në 7 sati, kjo është një randës, që kjo është kaos në familje. Ka si kjo pranë kaos. Kjo s'mund tjerat. Gruaja nuk ka mundësi me kup fat. Kjo është grua pa edukuar. Se ka kuptuar Islamin drejt. Një grua që nuk e kupton se Allahu që ka kriju këtë grua për gjë që ka bërë burrin, ai pyetet për të. Nëse këtë se ka kuptuar, këtë ders se ka kalu, ti azi nga Islami s'ka kuptuar. Çdo tendencë për të kuptuar tjetër të ardhmen është kaos, problem është me kuptuar. Ka se burri vendos. A ke medalë, as ke medalë. E ka pinati, që shmu vetë, kjo është prova jote. Këtë inatë theje, për Allahun, nga se, këtu ke ngil. A përshë? Ose buri, për shambull, unë ti kërkoj falje grus. Jam marë, që unë, si kun kërku kër, gabim. A ke gabu? Ke gabu? Ke që ke pas? Më falë. Po të hojë, më falë. A në fund ke punë. Po nështë bëhet kaos. Bëhet kaos, çdo kursirë që është dënë me inatin e vetë tekën e vetë, unë kur që këmën halasi. Po dhe se kur musliman se konë. Për shtë si këthon kërkuj kur falë. Ta shi bu musliman të ndronë fjallore, të ndronë regulli, gjithë të ndryshojnë e vllapëtan. Kjo është bukuria e Islamit. Të gjithë i fut një sistem. Apo? Dikujt i vjen pak mangosht nga kjo anë, nga se këtu e ka pas më zgjeruar, po këtu i bjen mirë. Apo? Dikujt i bjen dy anë mirë, po këtu i bjen qafa i dhemshëm, nga se këtu po e godit. Po sistemo nga se je shtramu. A ke pa vëllai nderuam fëmijë që për shembull nuk kujdesin prind për të për këmbën e tij. Unë kanë çuditë vëllai me këta njerëz subhanallahu. Fëmia ec pak si shtrand.
Ndodh, këmbën e ka pak më të shtrembruar apo. Ndodh, atë tabanin këmbës pjesë e poshtme të këmbës do të ka rregull. Edhe kjo ka mund të shkaktohet për shembull si pasojë përdorimit të këpucëve fallse. 3 euro këpucë, 2 euro këpucë, ato të strembra fëmia ka pas ashtin pak më dobët dhe kanë për shembull. Dhe mjeku i thotë duhet të blihen këpucë ortopedike. O të cilat kanë formë caktuar, janë ato edhe posa të vesh fëmiu, po më gushton shumë, po më dham këmba, nuk mund të eci. Prindja të thonë ec, nuk e fajson këpucën kur. Në rregull këpuca, po këmba të është ramu të javë. Dhe e duran. Dërsa sot i thuhet Allahu ka thonë kështu, po qysh bëhesh më aprish fëmijë gjithëm, po preshja po pidham, po le ti dham, se ti e ke shtranu. Pa i futën sistemin kallëpën e Islamit, na dham vëllai, gjithë ka pak diçka po na dham, dikujt tu po na shtron nga pak, dikujt ndoshta këtu po i bën pak më ngushtë, po lëviz, dikujt s'prish punë. Por kur drejtohemi tamam, apo pastaj e shese çdo sa në vendin vet. Na ka shtranu ignorancën, na ka shtranu, jemi duke çalu, na ka prishni marr, nuk po dukemi si njerëz Allah. Islami ka më na bën njerëz kur që të na drejton ecjen. Andaj pranoj kallëpin e tij. Edhe pse të vjen pak ngushtë nga njëre, edhe pse të dhem dikon ka pak, pranoj nga se e ka për me drejtu. Këtë kuptoj. Nuk e pranon kështu, do të stranuosh dhe më tepër. Apo do të shtohet shtremnimi dhe kaosi dhe më tepër duke përfshi pastaj tërë qenien tënde Allah na ruaj. Edhe Nikolli kish pastaj ke shoqëria. Padyshim. Mbas i folëm zoti shpëlot thotë, qartove goxha më thonë lidhja kaosit me këtë lloj, më thënë simptoma që ka secili në shoqërinë kur bën në kaos. Do doja në minutën e fundit ka pjesa që është më e veçantë jona. Ke xhamati i xhamisë, ata të cilët janë ulen në gjunjë të hoxhës, dëgjojnë hoxhën. Kemi një problem hoxh në çrregullimin e transmetimit të informacionit që merret nga hoxha. Ndonjëherë e kupton një bisedë dhe transmeton ndryshe, thotë ka thënë hoxh filani dhe të betohet në Zot. Edhe sidomos në ditët e sotme, një problem shumë i madh është interneti që nuk ka një kontroll të duhur të informacionit, secili ka drejtën të flasë çdo doj. Këtu kemi një kaos, më thënë, minutën e fundit ta kurzoni me këtë. Edhe kjo është një kaos serioz që ka shkaktuar. Kaosi që ka prek, domethënë, transmetimin e lajmeve, transmetimin e informacioneve, të fetvave të hoxhallarëve. Nga sa herë mësuan të kaluar, t'ia fut kot. Ka ndëgju, pa në rregull më ka duk, pa pasoja. Dhe mendon se sot e përcjellja e hoxhës është pa pasoja. Unë isha në një vend dhe më thanë, hoxh që na ndëgju që ke thënë një fetva shumë të vështirë, nuk po e dim nuk po dim çfarë bëhet çfarë. Dhe më thanë ti hoxh ke thënë se muslimani në Ramazan kudo që shkon në iftar, para se të fillon të ngrën duhet të pyet pronarin para që i ke ble këtë ku i ke fitu, mishi ku i ke ble, një raport t'ia jap një koqiri që të vendos. Wallahi tash kur s'kam thonë, as ndërmend nuk më ka ra. Wallahi tha ky 2-3 persona e kanë përcjell teknik kështu në qytet tjetër nga qyteti i Kosovës. Thash kur s'kam thënë kështu. Kur? Kjo nuk është që për shembull ka qenë mendim, po më falc, po e kam ndryshuar mendimin. Po s'ka qenë mendimi im, kur s'ka qenë kështu. Përkundrazi, kanë vënë ndryshe. Dhe ishte bërë kaos në qytet për tërë Ramazanin, nga se nuk kam pomnë të jem në qytet për atë Ramazan, ishte bërë kaos, ndarje mes njerëzve. Mes familjeve, nuk shkojnë atë familje se ai s'jap raport, për shembull, nuk di ku ka fituar, pse hoxha ka thënë. Shikoj dikush e ka transmetuar dhe ka bë kaos në familje, në raporte me njerëz. Do sa i fton iftar, unë nuk vi, kjo bëhet kaos në raporte familjare. Çfarë ti bëre njëri? Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz që morën guxim të keq interpretojnë disa vendime fetare, i mallkoi. Ti e din shumë mirë gjuhën e pejgamberit sa në raport me mallkime. S'ka qenë nga ata që mallkojnë. Ai sabiu që u plagos në luftë, mëngjes u ngrit i papastër gjunup. E pa vetëm të lagur me sperm. Dhe rregulla islame duhet lahet. Por ai ishte i plagosur rënd dhe tha, po u lava do të dëmton fort. Tha shokët e mi, ishte pejgamberi larg, ishte mëngjes ku sa bajt afër. Tha më gjendën lecim jo burra, tha s'ka lecim se uj ka. Po kam plaga burra, tha plaga nuk është justifikueshme. Nuk është e justifikueshme. U la dhe vdeq.
e lemruan pejgamberin dhe tha qataluhu qatalahumullah. E vran Allahu I vraft. Kush të ka thonë kështu me transmetuar? Te mu me ka këtë punë, po kush të ka thonë ty të me krahasu edhe këtu? Andaj sot vllaznia xhamati, edhe motra muslimanë, përcjellin fetvën, por ju si e ka thënë hoxha. Si e ka kuptuar ai vet. Andaj nga njerëz sa njerëz vinë me më transmetuar një ngjarje, I them dëgjoj. Kushti për me të dëgjuar ma transmetosh si e ke parë, ju si e ke kuptuar. Pastaj kuptimin tënd ma vonë. S'prish punë. Ai e ka bërë këtë nga se këtë e ka, jo këtë e ka ti e ke kuptuar. Ma tregon njerëz si ka ndodhur. Pastaj dalim tek tjerat ato. Ti përcjell feton hoxha Allah si e ka thënë ai, truq. Pastaj ka thonë pejgamberi ka mundësi që ati që I përcjellet ta kupton më mirë sa ai që përcjell. Prandaj ti përcjell ka mundësi ai pastaj të jo vllajtur. Kështu do kuptimi. Ka që ke kuptu. Po nëse ti përcjell me kuptimin tënd, në emër të asaj që ka thënë hoxha, nuk jep hapësirë ti me kuptu, nga se ja ke imponu kuptimin tënd dhe e ke shtrëmu fetvën. Në kaso që të kuptojmë vëlla drejt, nuk e din mirë, nuk je I sigurt. Unë mund të them që ja celularin tim, hazimet e mia, thera hoxha. Për Allah. Sot Allah kemi, e di që jemi në person të kohës, po vetëm këtë dua ta them, sot Allah përpara njëri me verifiku, Shu'ba ibn al-Hajjaj, radiallahu ta'ala anhu, rahimahullah, dietari I hadithit. Jeton në Kufa, ma afër Bagdadit, në Irak. Kur vjen dikush me e pyet, subhanallahu, nuk përgjigjej. Ishte dietari I hadithit. Tha kam një kusht. Ku banon ti? I cili të vjen po çdo duhet. Ma jap ti mua adresën tënde. Merrte shënime për pyetsen. I thonë të në fund, ka mundësi që e ndroj mendimin vit lemra jap. Ka mundësi që ndëgjoj se në këtë vend është shtrëmu fetva jam, të din burimin për I kosht, ti e ke shtrëmu, di të ti vi. Sot kemi vëlla telefon, fax, internet, me në internetit me 10 mënyra të komunikimit, rrjete sociale, ku e di çfarë, makina, merr makinën për 10 minuta e hoxha, gjitha këto mjetet shpërfillen, tu jemi në kohën e gurit. Dhe nuk është e mundshme të verifikohet fetvaja e hoxha, kjo është papërgjegjësi totale. Kaos I shkaktuar. Pastaj ky kaos po prek raporte me xhallar, se kjo ka thonë kështu për mua, kështu për mua, kjo për te, kështu, dhe fatkeqësisht po mbërton një situatë nganjëherë e zymt e raporteve, kuptimeve për shkak të kaosit dhe papërgjegjësisë në përcjelljen e informatave dhe ngjarjeve. Hoxha është temë shumë e rëndësishme dhe mendoj që na duhet dhe një emision tjetër për të folur disa nga cilësitë më kritike, më problematike që do kemi më thënë në jetën tonë të përditshme të mbartura nga ignoranca. Por kohas në mjafton, lutë Allahun shpëlim me gjithë të mira. Amin. Me xhenetin e lartë Zoti i Madh. Allah të nderojë atë, Allah të shpëlbeft. Amin. Allah shpëlbeft Hoxha. Amin. Të nderuar vëllezër, nga biseda e sotshme do të kuptojmë shumë mirë se secili për nesh është përgjegjës në shoqërinë ku jeton. Dhe kaosi I tij personal do të sjellë një kaos të madh në shoqëri dhe ka përgjegjësi shumë të madhe. E mbyllim bisedën me problemin e kaosit që kemi ne në transmetimin e marrjes së feston, aty të kemi shumë kujdes dhe themi merrni rregullin kryesor, dëgjuam dhe u bindëm. Duke shpresuar na ketë bërë dobi kjo bisedë e sotshme, takohemi në emisionin tjetër të rëndësishëm, flasim po për mbartjet me turnet të ignorancës, deri atëherë qofshim në kujdesin e Zotit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.